Sot në bibliotekën Ibrahim Rugova u promovua libri Shprehje të Moçme Gjakovare i autorit Masar Kupa, i cili tashmë është në duart e lexuesve si një përpjekje e veçantë për ruajtjen dhe transmetimin e trashëgimisë gjuhësore të qytetit. Libri synon të pasqyrojë pasurinë shprehimore të folmës gjakovare, duke ruajtur shprehje e thënie të vjetra që kanë shoqëruar jetën dhe komunikimin e brezave ndër vite. Kjo përmban një farë lartësie e gjuhës, e shpirtit, si më thonë, e Gjakovës, ato shprehjet, dashurinë gjatë shekujve, e miqësinë, urrejtjen, nemat besa, po, do më thonë, përgjithësi është një shpirt, një dritare e qytetit Gjakovës. Redaktoria e librit, profesoresha doktoresha Migena Arllati, vlerësoi se këto shprehje nuk janë vetëm fjalë, por bartin me vete një pjesë të rëndësishme të jetës shoqërore, emocioneve dhe marrëdhënieve njerëzore, duke bërë librin një dëshmi të çmuar të identitetit kulturor të Gjakovës. Nuk janë thjesht shprehje, veç fjalë, por në të shtrihet një pjesë e rëndësishme e mentalitetit, e kontaktit të njerëzve, komunikimeve mes tyre, të natyrave të ndryshme të gëzimit, të hidhërimit, të brengosjes, të ndoshta ndonjëherë të inateve, apo edhe të ndjesive për cilat sigurisht se njeriu është i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm që i shpreh me anë të fjalës. Pra, shpeshherë fjala thot më shumë se sa veprimi, apo më shumë se sa ajo që ne kemi brenda në vetvete. Prandaj ky libër për këtë arsye është i veçantë, pasi mbart një pjesë të historikut të asaj se çfarë përmbledh areali i Gjakovës, dhe autori me shumë vëmendje në vite, në dekada, sikur se tregon edhe vet, i ka mbledhur, i ka shënuar. Përfund nga ceremonia promovimit u tha se libri Shprehje të Moçme Gjakovare vjen si një kontribut i çmuar në ruajtjen e trashëgimisë gjuhësore dhe kulturore të Gjakovës.